të thënë një nga detajet, nëse një fik del nga xhepi në cilin do vend publik, jo vetëm në shkolla, po dhe në rrugë, sistemi jep me njëherë informacion në qendrën e monitorimit. Mund tjetë krejtësisht e parezikshme, po mund tjetë dhe rrezikshme. Nëse një person në kërkim sot është një person që ka shumë mundësi të fshihet gjatë procesit kërkimit, sistemi e bën pothuajse të pamundur që në momentin e reagimit policia të mos di se nga drejtohet. Historia e makinave që kryen akte kriminale dhe pastaj gjenden të djegura në një pozicion disa kilometra nga vendngjarja nuk mund të ndodhi më, për shkak se sistemi e shef makinën përpara se sa makina të ndalet dhe informon se ku gjendet makina.